Unë menoj që në tonë botën, ama nështë edhe halo ma shumë të shqiptarët është që kjo stereotipik, s'di që me thonë, që anglisht thuhet stereotype, që shtu kur du mi përkëthy fjallët e anglisht në shqip, edhe që do të shpik garant në fjallë. Mendojnë se dikush nëse është none vetme, kërkush s'ka me të marrë ma, ki jetën të merë, ki me rritë 2 fëmijë vetë, sa në vene. Unë që marrë këtë fakt punë, s'po ti që kam ju thonë, shumica e shqiptarët kave, me mu ba reale, jetojnë, janë të martuar, ama janë nonat vetme, se burrat e tyne nuk bojnë kur gjo heq. Normal, ndoshta, po ata bile punojnë, ama me nimu, me fshi, me bo buk, me këqyr fëmijën, sidomos beba, janë shumë trolla, do me thonë, ka shumë pak që ndihmojnë gruas. Në qëtë aspekt, unë nuk jam edhe fort ndryshe prej juve. A këtu në Norvegji, unë befasona që ditë në edhe në Gjermani, kur isha që krejt bash, i kanë 50-50, edhe burrat i ndihmojnë me këqyr fëmijën, edhe di që ka edhe në Kosovë raste, po nashta janë ato ai 10% që ku taman i ndihmon edhe burri për gjithçka në lidhje me fejnë. Kështu që unë e kam edhe këtë sene që nonën nuk e kam se më ka di kur jam qenë e vogël. Domethënë nuk e kam me ndihmu me fëmijë. E nashta dikush që e ka burrin, e ka edhe burrin edhe ka nonën ose vjerën ose ne kanë që i ndihmon. Unë për momentin është vira jam këtu. Edhe ato më ndihmu, edhe ato më ndihmu kaq shumë që më unë edhe nuk muj mu anku për sen. Ama në qëto muj, edhe vite kur ka lind të elektrona që jam kujtis vet, u kon tepër zor, sidomos për një jetës që e kom pas krejt shumë chill pa asnjë obligim. Edhe tash me 2 fëmijë të vogël, me një bebe kur ki mu qu natën, edhe si rone që ka pas pozën e qarë, do me thonë kom pas shumë ngarkesa, shumë sene që ka ndodhur në jetën tem. Edhe normal u kon zonë, ama qështu kur e menoj, nuk në mu për veti, nuk më pengon ai fakti që jam none vetme, atë që me thonë. Dy që shumë në për veti po knasha se muj me po shka du unë, ndesh fshi, ndesh mos fshi, as kam i bo buk kërkujna, as kam e lo që rapën kërkujt. Veç shka du unë e boj, përveç që s'muj me bo kërgjo se i kam fëmijë të vogël, do thonë as nuk muj me dal me bo nësan për veti, a kësi sena. Po fëmijë kanë më rrit, sidomos kur janë nisën me shku në shkollë, edhe në herë punë, të naj shoqe, të naj halën, të naj teza, apëtën. Edhe apet ka më konë lirë dhe ka me bo shka du unë. Që më thonë që kjo është plus e jam të unë që më nëjë është plus që nuk ka më rogë me nëjë kanë për sene pa lidhe shka du me bo në jetën temë. Se mu me bo shka du unë, se nuk e vetë, as nuk ka me diskutu me kërkan a e boj këto, a e boj këto, a e bli këto, a qka bona, apëtën. Që kjo sene mu më pëlqen. Për dirisona, fëmijët e mi, gjithë kanë me pas kontaktin me babën e vetë. Unë kur s'ka më konë shkaktore që ka më ndërpri kontaktin, unë kur s'ka më full në send keq për ta, asaj nuk ka që full keq për mu, për thjesht ka ndodhë shumë do gjana, që nuk bëhet lidhja as me tradhti, as me kur gja, thjesht do mos respektime, edhe rana, sene pa lidhet kota që nuk më i full qëtu. Po, a përdyn, unë po do fëmija mi edhe me pas prezent babën në jetë, nëse ai është në Terezi edhe është në regull. Po, nuk e kom pas, adem dikush e ka qatë andre me pas një familje të mirë, edhe mi bo krejt festa, ditëlindje dhe këto senet bashk. Mos e kam atë gojle se jam mësu në vetë, edhe e kam rak me nejt vetë edhe kam njerës për rreth. Edhe nuk është ashtë me thonë veç me pas një burë se
ka edhe shumë njerëz tjerë në jetë që mujnë me të bëhet lumtur, si për shembull familja, fëmija, shoqënia e çeto. Domethënë, unë e shoh që të punën, sikur tash nuk është me thonë nona vetme, po edhe nëse o dikush single edhe nuk është i martuar edhe është i martuar se mendon që like you're missing out on something. Tjerë të kishe kanë diçka më shumë se ti nuk ka ashtu, se ti je lirë ose e lirë me bosh ka të don, as nuk rrugesh me kërkan, as nuk e qan krytë ta me kërkan. Tana janë ato lidhët që janë shumë të shëndetshme edhe që qani mirë me njëri tjetrin. Atëherë është perfekt edhe për ju, edhe për fëmijët e juve. Ama nëse dy njerëz veç rrokën e krejt këtu sene edhe bëjmë unë i keq. Unë nëse mu partneri jam më bëmë unë i keq, unë nuk jam gjendje me këqyr fëmijët e me se kaq keq, unë jam në njëri që unë kur e du di kanë hi shumë keq edhe hi shumë fell. Dhe unë me mlendu dikush, unë nuk jam as më në gjendje me këqyr fëmijët e me. Se qaq psiqikisht unë nuk po du me provë vetën në qatë gjendje mu shkatru pash qashtu psiqikisht. Kështu që për të mirën tem, unë kom zgjedh vetën tem. Edhe unë nuk e di çka ka me ndodhë në të ardhmen, ama njëherë për njëherë unë jam edhe shembull për fëmijët e mi, edhe unë jam shembull që unë nuk e toleroj kërkan me më disrespektu, ose nuk du mi thonë fëmijëve që është hajt vish të rime dikan vish pse tash kom bo fëmijë, edhe tash duna mu pajtu me çdo sen që ai njëri bën, ose ai mu pajtu me çdo sen që unë e boj, se nuk është ashtu jeta me vujt. Se tana janë edhe senet që pe qëty në konflikte bëhet mazije, dele, aty e këtu e nëse unë ton ditën rrit ti bërtit ati, edhe nëse ai ton ditën rënd të mbërtit mua, aja nuk është kur gja e mirë mu rrit fëmija ashtu traumatizum. Në qëto rosta është ma mirë që unë rrugën tem, ai rrugës ton, Në qëto rosta është ma mirë që njerëz i ndojnë rrugët. Se shumë njerëz thojnë hajde hajt 3 fëmijëve mu bashku, jo nuk është mirë për fëmijët mu rrit me kësi trauma, me kësi sana. Për fëmijët është normal, çdo fëmijë ka qef mi po prind të mirë bashk, ama ka njerë është edhe ma mirë bile mi pas dy prind prezent një jetë, edhe të dy prind janë mirë, edhe mëson diçka mirë prej tymve, t'japin dashni e kësi sene, e jo mi pa njerëz të e disrespektu njëri tjetrën, se atëherë si fëmijët i shka mëson, ti mëson që disrespektimi është dashnia e vërtet. Tana unë nuk po du fëmija jeme, sikur unë, me mu ba me njerëz, me lyp dashni të njerëz, ose të senet këqia, se njeri qysh e mëson dashnien që atëherë qashtu edhe e lyp. Do më thonë nëse unë e kisha gjetë më herët një njeri shumë perfekt që më respekton edhe krejt këtu sene, mu për vetën tem nuk mu kish përshtat, se kisha thonë what the fuck, ku e drama, ku e që kje, ku e lëndimi jam, pëse s'jam të kajt, ja që kjo s'po më rrijet me që dashni, se unë nuk jam e mësume me pas një dashni të pashtë. Këtu janë të sene që jam të punu me vetën, ko gjamate me këtu sene, mos më tërhejt që si njerës të adën që mbojnë keq. Edhe unë nuk po du fëmija jam me hek me qëtë to probleme, se unë e di vetë shka kom hek për e qëty në sanën. Kështu që kjo është arsyeja pse unë për vete veç do shta me qilë që tim, se menova, për fat time me fol, edhe që kjo për mu ke tema e duhur që pse e qka e qysh e tek. Ja. Do më thonë, që kjo ke veç pjesa e pare qëtit videos, tana e ko po dhe pjesën e dytë ku ju kom përgjit qdo pyetjeve që vi keni po në Instagram. Kjo është epizoda 3, terapi me Adrin. Kësaj herë nuk kam e full për problemet e jovës, kësaj herë më keni po do pyetje në Instagram edhe kam ju përgjit pyetjeve. E të nismi me një pyetje ma thjeshtën që o kanë, kush ta kalon emrin? Emrin tem e kalon baba jam. Se nënën e kam Gjermong, edhe nëna jam në fakt ka dosh me malon emrin Stelin, ama jam shumë e kënaqur që më kalon baba emrin, se shumë më pëlqen emri Adriana edhe më shkon shumë. Nëse shumica më thirrën veç Adri, do më thonë nëse më shet një herë, 2 herë nëse kina full, ki drejt me më thonë Adri, edhe nëse nuk më nje heq, edhe shumica që së më jojnë heq më thojnë Adri, më shkurt.
Ama nuk e besoj që më kish shku në emër tjetër. Më ka pyet për shkollën, se tha kom pas që je shumë inteligjente, a ke plana me hap në biznes, a ke studiu në san. Unë, janë dy llojet njerëzve. Nëse ka edhe njerëz që kanë që to dy sana, ama janë njerëz që rrug kanë shkolla, që janë shumë të mëshira, që din me mësu edhe janë school smart, thirrët anglisht, edhe janë njerëz që janë street smart, domethënë ata që janë street smart, sikur unë din shumë sene, ama nuk jena kështu të angazhume, nuk kena motivimin me mësu për shkollë, për matematikë, për sene që neve na duken pa lidhje. Ama jam një njeri që me kalimin e kohës, domethënë kom mësu shumë prej jetës, që sana që kom mësu në shkollë asnjë s'u vyn, por veç që me lexu me shkru edhe pak matematika atë, po në fakt në ditë sotit as matematika nuk vyn se kena kalkulatorat e krejt këto. As me shkru nuk vyn shumë mirë se keti kena autokorrekturën që na ndreq fjalët, që na ndreq fjalë që nuk dina me shkru mirë. Ama pe sfidave në jetë edhe jam një njerëz që kanjehera qysh du me flejt, më kujtohet një pyetje edhe me njëherë hin Google edhe e lypi. Tash që na ka dal edhe chat GPT, ata më e myta e lodha te pyet për shka mas edhe qështu jam një njeri pse di kaq shumë sana është se kur nuk bi me flejt me një pyetje gjithë kam nevojë me ditë përgjigjen edhe tjetër sana është që kom lexu shumë libra, self-help books, domethënë libra që kanë këshilla për jetë edhe që të mësojnë diçka, jo libra fiktive si filma. Domethënë edhe që ato di që më kanë ndihmu shumë, përndryshe kom kqyr edhe shumë self-help videos në YouTube pe youtuberave të Amerikës që bojnë kësi kontenti, qysh me pas vetbesim, qysh me bo ato, qysh me bo këto. Domethënë qëto janë arsyet pse nështë njerëzve muj me ju duk shumë inteligjent. Ama për shkollë nuk kom studiu kur gjo, kom lanë shkollën klasën e 10, edhe jam shumë e knaqët se mezi s'kom prit mos me pas më obligim se na i kena këto të obligume me shku 10 vjetë. Tana kom tentu me marrë një zanat, po për me marrë zanat në Norveqi, dush me shku 3 vjetë në shkollë, edhe nuk i kisha marrë nerva edhe lash krejt. E pe atëherit jam shumë e lumtur. Se shumë e kom pas të lësum shkollën, shumë e kom rajt edhe shumë ka dhënë energji negative, kështu që se e kom kry shkollën, që s'kom pas më me shku patjetër, jam shumë e lumtur me jetë. Edhe arsye është që nuk kom pas kur nej ëndër as më bo doktor, as më bo avokate, as kur gjo. Ëndra ime kanë gjithë me bo muzikë, ose pe që ka ndollë rrjetet sociale gjithë kom pas qef me pas shumë vëllëbirë e këto sana. Kisha pas motivimin për me marrë nej punë, domethënë nëse kisha pas motivimin më bo doktor ose shka dush, garanti kisha vazhdu shkollën, nuk i kom pas motivimin se asni punë nuk më pëlqen. Dhe qëto mujna me lidh me njëherë të pyetja tjetër, se më kanë thonë plot po tu kështiki shumë kushtet e mira, shka punon, shka bon. Unë s'punoj heq kur gjo. Arsye pse nuk punoj është edhe se i kam 2 fëmijë edhe Sironi është hala 6 muaj, domethënë derisa t'i bon 1 vjet, marr pare prej Norvegjisë, kështu që jam non edhe nuk muj me shku në punë. Përndryshe mirëna me rrjetet sociale edhe me muzikë, që kjo është puna jem, që e shoh si punën tem, edhe që pres me bo në të ardhmen, po ka mundësi që ka me punu në sen që dashti mos i bën Sironi 1 vjet, po nuk e dihet jetës, ku më dit, edhe 6 muaj çka ndodh me jetën tem. Një pyetje tjetër a ka me bo operime tjera Sironi, edhe po që tash kur i bën 1 vjet, se e ka pas këto komplet ftyrën, që më thonë buzën, edhe ke qët pjesën, qiellzën edhe këto, ku i dalin dhamt, e ka pas në 2 pjesë. Do me thonë, ka me bo, qashti kur i bën 1 vjet, ka me operu qiellzën, edhe s'po duas me menu se shumë t'merr kom kalu në spital, shumë ka një eksperiencë e keqe, nuk kom mujt kështu me përgadit veten.
E tash që e di shkam pret, plus atëhera është edhe një vjet, e ku me ditë e ka halua më shumë, ka më konë nështë Amazon se i ka ato menimet e veta që ka ton me po, edhe që 2 javë zgëzon me marrë cuclën, ma mirë s'po dua s'me nis me menu që shka më konë. Kështu që diherë edhe një 6 muaj të marrë frym, tana të këshirme. Qëto ka me po? Tana kur t'ju ndrojnë dham që i dolin dham të pjekuris, ka me po edhe operimin tjetër, ku ja kanë me marrë një senë prej qëtu, qëtu kanë me marrë një si ashtat që mi thonë, kanë me anë gjitë qëtu që me mujt me majt dhomin qëtu. Dhe garant, tana ka me marrë proteza edhe nëse don mund me bo operu edhe hunën, mas i bon 18 vjet, se i ka mejt pak si shtypt atë, si rafsh, se që i ka pas shumë shtrit, po ta këshyrme, qëto sene ka me bo, ja, që ke. Ta më thonë njëherë edhe qëto 2 operime janë që ka me bo. Ok, një pyetje tjetër kesh, a kanë bua për me hup pesh kaq shpejt, edhe në fakt nuk më duket që hala ma të shumë janë trosh, edhe nuk është që kum hup shumë pesh, po është që kum ftun ekstrem shumë pesh. Nështë tani me cironin. Që cironin? E po ashtu goti 30 kg edhe shumë u kanë veç ujë, domethënë si ka dalë dhe si unë goti 5 kg. Domethënë si janë dorë ato veç 10 kg janë hike ma shumë. Tash i kesha 69, edhe kështu pesha jem ideale është dikon 60, 58, 60, bashkë me muskuj 60. Domethënë unë s'ku po hiq kur gjo për me hup pesh. Po që tash isha po du me bo, është që ka me nis më ushtru, edhe po du me bo me hangër veç pi 12-ve deri në 6 ditë, domethënë 12 me hangër bukën e parë, tana deri në 6, edhe mos me pi suka, veç me pi ujë, edhe mos me hongër shumë çokolada sene, se një sen për mua është që jam shumë e varur nga sheqeri. Sheqer veç që kjo varësi e keq që m'kamit, edhe tjerat në sen ma tronska, po ta këshyrme që ta është prej sodit. Ka pi veç ujë, edhe qëto po du me po e ta këshyrbi. Masa ne a funksionon që kjo, ama e di shumë sak që funksionon. Ama me elektronën kom pas dal me heq shumë me kolis, ajo edhe s'flejke, të në çdo ditë nashta i kom bo minimum 10.000 hapa. Edhe aty veç ku pi ujë, ama kom hangër shka mos. Edhe aty pa të rasa eft shumë shpejt. Ama është edhe si ca që me gji, kur t'i jep gji fëmijës, edhe aty mundesh me hup pak ma let. Edhe unë që s'kom nxjerr ma gji me pump, tash është pak ma zor mi heq qëto kilogram ekstra që kam met.